Të nderuar deputet, kjo seancë mblidhet pas farsës elektorale më të turpshme, pas rënjes perdes hekurt në Europën ish komuniste. Kjo seancë mblidhet pasi partia e krimit me në krye Edi Rama zhvilloi farsën zgjedhore më kriminale që ka njohur ndonjëherë historia e vendit. Kjo seancë mblidhet pasi në shkelje të të gjitha ligjeve kombëtare dhe ndërkombëtare, Edi Rama përdori 76 milion euro për dhurat për vot për 48% të pensionistëve, të votuesve. Pasi fali 200 milion euro gjoba dhe kamata për të marrë votat. Pasi mobilizoi kartelet më të rrezikshme të drogës në Europë, deputet të këtyre karteleve zëvendësoi ju në këtë parlament, jo se ju nuk ishit bekatar, por vetëm njëri për i tyre, Arkendi, që mori 2000, ja ku e kam të mduket, apo jo, që mori 2500 vota në 2021, mori këtë vit nga troplinët 5000 vota më shumë se Edi Rama. Ju mlidhi këtu pasi klanet e vrasve, drogës, kartelet e drogës, sjellin në këtë parlament 28 deputet në listat mbyllura dhe të hapura. Ju mlidhi sot këtu pasi për të blerë votat me drogë, kreu juaj firmosi mbjelljen e 28.000 hektarëve kanabis në mbar vendin. Ju mblidhi sot këtu në një kohë kur votën e parë të diasporës shqiptare e manipuluat në mënyrën më të egër, kur 1.6 milion shqiptarve ju shkelmuat votën, po botë e krimit s'mund t'ishit ndryshe ju. Përfaqësues të klaneve më të egra të drogës dhe vrasve s'mund t'ishit ndryshe, këta mund t'ishit. Po, shumë herë më ndershme do ishte që këtu në parlament të ulej Xhevdet Troplini, Altin Hajri, Elvis Doçi, Suel Çela, Bari Bajri, Plum Gjoka, Arben Qimja, Renato Salihi, Orik Shyti dhe të tjerë të cilët u përdorin ju si leska politike
në funksion të prenorive të tyre të krimit. Koha mbaroi. Cila kohë? Koha juaj ka mbaruar, ka perënduar. Folës pro, Niko Peleshi. Grije kokën, grije kokën, o Xhabat, grije kokën, sa ullë kokën, grije. Zoti Peleshi, vjoni. O flenë Xhabati. Jemi si grup parlamentar natyrisht dakord që të rifillojmë punën mbas një fushate të suksesshme për të gjithë, mbi të gjitha për vendin, për shqiptarët. Po se s'është për qesh